Shqipëria po transformohet nga mënyra si punojmë, udhtojmë e komunikojmë drejt një realiteti të ri, më të thjesht e më të sigurt. Në zemër të këtij transformimi qëndron edhe identiteti, një pjesë thelbësore që na përfaqëson dhe na lidh me shtetin. Sot, ai merr një formë të re, nga fizik në virtual. Ky është identiteti digital, një hap i rëndësishëm në rrugën e transformimit digital të Shqipërisë. Me të, qytetarët mund të nënshkruajnë, paguajnë dhe të kryejnë veprime të sigurta nga telefoni, nga çdo vend, në çdo moment. Një identitet që evoluon bashkë me ne, që na afron me institucionet, me bizneset dhe me Evropën. Le të bëhemi të gjithë pjesë e transformimit. Mirëdita të gjithëve, është një kënaqësi që t'ju mirëpres sot në një moment veçantë, i cili tregon për ambicien e Shqipërisë drejt digitalizimit dhe ofrimit të shërbimeve digjitale, si në këtë rast identiteti digital nga Identitek. Është një identitet i cili do ta ndihmojë që të nënshkruajmë kontrata, që të marrim shërbime për të qenë me njëri tjetrin edhe pa qenë fizikisht aty. Ka vlerë ligjore, është i patjetërsueshëm, i pamanipulueshëm, dhe vjen në një moment kyç në rrugën e Shqipërisë drejt Evropës dhe digitalizimit. E natyrisht për të krijuar një identitet digital duhet puna e shumë aktorëve. Qofshin këta nga sektori publik, po ashtu dhe nga sektori privat. Ministria e Punëve të Brendshme është një aktor kyç në sigurimin e standardeve të këtij identiteti digital për të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Prandaj unë kam kënaqësinë t'i jap fjalën të parës Ministres së Punëve të Brendshme, zonjës Albana Koçiu. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar kryeministër, të nderuar partner dhe përfaqësues të institucioneve publike dhe private. Prej datës 12 tetor, kushdo që ka udhëtuar në Europë e ka parë se si sportelet në aeroporte, po zëvendësohen nga sportele me policë në sportele inteligjente, me kamera, me algoritme, që njohin fytyrën dhe verifikojnë gjithçka në vetëm pak sekonda. Kjo nuk është në fakt një pjesë e shkëputur nga një film fantastiko-shkencor, ky është realiteti ynë i ri. Kemi hyrë në një epokë ku Europa gjithmonë më shumë po avancon nga identiteti fizik në identitetin digital. Sot, përballë këtij ndryshimi global, kemi vetëm dy zgjedhje: të jemi pjesë e së ardhmes ose të mbetemi spektator të saj. Ajo çfarë ne kemi zgjedhur është besojë e qartë për të gjithë. Inovacioni është ura e padukshme që na lidh me të ardhmen dhe na lidh me Bashkimin Evropian. Sot prezantojmë një projekt që prek çdo qytetar shqiptar. Një hap përpara që ndryshon mënyrën se si ndërveprojmë me shtetin, me bankën, me biznesin dhe me njëri tjetrin. Identiteti digital nuk është një detyrim evropian, është një nevojë shqiptare. Një mënyrë për ta bërë jetën e qytetarëve më të lehtë, më të sigurt. Imagjinoni portofolin tuaj digital në telefon, në xhepin e kudo që është, nga Tirana deri në skajin më të largët. Aty, me një klikim, janë të gjitha dokumentat tuaja personale, nga karta e identitetit, tek leja e drejtimit të automjetit, tek diploma, apo çdo certifikat, gati për t'u përdorur kudo në çdo vend të Europës. Të sigurta, të mbrojtura dhe të aksesueshme në çdo moment. Me këtë portofol, çdo qytetar mund të thotë: "Ky jam unë", në vetëm pak sekonda, pa letër, pa radha, pa vonesë. Në bank, te noteri, në zyrat publike, me disa klikime, pa dokumenta që humbasin apo firmosen disa herë. Për shtetin, kjo do të thotë shërbim 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, më pak burokraci, më shumë transparencë. Për biznesin, do të thotë më shumë besim, më shumë efikasitet. Identiteti digital lidhet me biometrin, me njohjen e fytyrës, me gjurmët e gishtave, me nënshkrimin elektronik. Deri në vitin 2027, identiteti digital do të jetë pjesë e portofolit evropian të identitetit digital. Një realitet që do t'ju lejojë qytetarëve të përdorin dokumentet e tyre në çdo vend të Europës.
Vende si Italia, Gjermania, Franca, por dhe vende të tjera të Bashkimit Evropian janë duke ecur në të njëjtën rrugë. Sipas Komisionit Evropian, deri në vitin 2030, 80% e qytetarëve europian do të kenë një identitet digital funksional. Dhe përfitimet e pritshme, po sipas Komisionit Evropian, janë një impakt prej deri 13% rritje e prodhimit të brendshëm bruto në një periudhë afatmesme, reduktimi kostove administrative me 30 deri në 50%, si dhe reduktim i rasteve të mashtrimit apo të vjedhjes së të dhënave online në masën 80%. Siç e dini, sot Shqipëria është lider rajonal në inovacion. Revolucioni digital, i cili ka nisur vite më parë, ka transformuar rrënjësisht marrëdhënien me qytetarin, me zyrat e shërbimeve, duke shkurtuar radhën, kohën dhe sorollatjet në dyert e shtetit. Jemi vendi i parë në rajon që më shumë se 1200 shërbime qeveritare, apo më shumë se 95% e totalit të shërbimeve publike, i ofrojmë 24 në shtat përmes portalit e-Albania. Më konkretisht, 3.3 milion qytetarë shqiptar brenda apo jashtë vendit kanë përfituar 50 milion shërbime publike në total. Identiteti digital i bën të gjitha këto shërbime edhe më të sigurta, duke lehtësuar më tej ndërveprimin e qytetarit me biznesin, me shtetin, si dhe ndërveprimet mes njëri tjetrit. Por ky është në fakt vetëm fillimi. Për te identitetit digital, Ministria e Punëve të Brendshme po vjen të zbatojë hap pas hapi një program të ndërtuar rreth qytetarit dhe nevojave të tij të përditshme. Përmes inovacionit, sistemeve inteligjente dhe inteligjencës artificiale, gjëra për të cilat më përpara nevojiteshin shumë kapacitete në terren dhe shumë kohë për t'i zbatuar, po bëhen realitet në një kohë shumë të shpejtë. Po krijojmë një shtet që sheh, dëgjon dhe reagon në kohë reale. Një shtet që nuk pret që qytetarit të trokaste dera, por i del përpara nevojave të tij. I referohem këtu projektit si Smart City, i cili përmes kamerave inteligjente do të bëjë të mundur një monitorim të pandërprer të rrugëve, të shkollave, të shesheve dhe hapësirave publike në 20 qytetet kryesore të vendit. Por i referohem gjithashtu edhe shumë projekteve apo nismave të tjera që po zbatojmë paralelisht. Gjithashtu, inteligjenca artificiale dhe avantazhet e saj po na lejojnë që të ecim me shpejtësi në përmbushjen e detyrimeve për mbylljen e kapitujve me Bashkimin Evropian. Mund të vijoj të flas gjatë sa i përket inovacionit, por duke qëndruar tek identiteti digital për qytetarin shqiptar, sot me këtë projekt, Shqipëria tregon se është gati të jetë pjesë e zemrës digjitale të Europës. Faleminderit kryeministrit Rama për vizionin dhe mbështetjen, faleminderit Identitek për përkushtimin dhe profesionalizmin dhe faleminderit të gjithë atyre që besojnë se ardhmja nuk duhet pritur, e ardhmja duhet ndërtuar. Faleminderit zonja ministre. Ky është momenti ku ne duam t'ju demonstrojmë se si një qytetar do të pajiset me identitetin digital. Është shumë e thjeshtë për të ndihmuar që ta bëjmë këtë demonstrim së bashku. Unë kam kënaqësinë që të mirëpres këtu administratorin e Identitek, zonjën Freskida Halilaj. Përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj për prezencën. Ky projekt është shumë i rëndësishëm për ne dhe unë jam shumë emocionuar që e prezantojmë sot, sepse është ndërtuar mbi vizionin e qartë të kryeministrit ton për transformimin digital të Shqipërisë. Që nga dita e parë kemi ndërmarrë hapa konkret, kemi ndërtuar kuadrin ligjor, kemi ndarë eksperiencë ndërkombëtare dhe gjithashtu kemi kaluar përmes testimeve dhe pilotimeve. Dhe prandaj sot jam shumë krenare të prezantojmë sot një demo funksionale. Shkëlqyeshëm. Siç mund të shikoni, do të shikoni edhe pas në ekran, është i pasqyruar ky iPhone që ne do të përdorim për arsyeën e demonstrimit dhe se sa kollajt është që ti ta krijosh identitetin digital përmes aplikacionit të Identitek që e shikojmë në ekran. Kështu që do të hyjmë këtu fillimisht. Ajo që na duhet është vetëm një telefon smart dhe një kartë identiteti fizike. Shumë mirë, cilën unë e kam në dorë. Cilën ju e keni? Pra, shtypim fillimisht, krijo ID digitale. Pranojmë kushtet dhe termat e përgjithshme.
në mënyrë, ky është hapi I parë meqense të dhënat kanë rëndësi dhe ne jemi të fokusuar për ta bërë shumë të sigurt. Pra mbasi kam bërë check të treja këto, do të shtyp unë pajtohem. Okej, ja ku jemi. Pra kartën e identitetit personale unë e kam këtu. Do të shtyp fillon dhe do të lexojmë. Atëherë, lexojmë dy anët e kartës fizike. Në fillim lexojmë anën e pasme, e cila ne I quajmë MRZ, marrim disa të dhëna të cilat janë në formë numerike të shkruajtura, më pas afrojmë kartën e identitetit me telefonin, nëpërmjet NFC-s së telefonit lexojmë çdo të dhënë që gjendet në kartën fizike. Presim disa sekonda sepse duhet të merret të gjitha të dhënat që ndodhen aty, fotoja, numri personal, vlefshmëria. Përfundojmë me sukses. Tani do të verifikojmë fytyrën time. Vazhdojmë me verifikimin biometrik. Pse bëhet kjo? Kjo bëhet për çështje sigurie, sepse ne duhet të verifikojmë se personi që mban telefonin është I njëjti person që ka foto në kartën e identitetit. Okej. Telefoni duhet të lëviz vazhdimisht në mënyrë që të verifikohet se përballë është një person real dhe nuk është një foto apo një video. Okej. Tani po identifikon fytyrën time krahasuar me kartën e identitetit. Bën një krahasim nëse është e njëjta fytyrë në të dy pajisjet. Identiteti është verifikuar, kalojmë në hapin e radhës I cili verifikon numrin e telefonit, pra çdo qytetar do mund të shkruajë numrin e telefonit në të cilin vjen një kod unik. Këtë kod e kemi Vendosim këtë kod unik, për arsye të demos ne I kemi të gatshëm. Verifikohet numri I telefonit, vazhdojmë radhjen me hapin e radhës. Vazhdojmë. Të rast nuk do të përdorim biometrinë, se ky nuk është celulari im. Nuk është celulari. Po ishte imi do të futej në funksion edhe siguria biometrike e vet iPhone-it. Që unë këtu shtypa. Dhe kemi të gjeneruar identitetin digital. Përsëri theksoj që është një demo, kështu që dizajni nuk është final absolutisht. Pra shikojmë se janë të njëjtat të dhëna që ne kemi te karta fizike. Nëse ne klikojmë kthehu në fillim, do mund të vendosim një kod unik, I cili është shumë I rëndësishëm për të mbajtur mend, sepse është I pandryshueshëm, numrat janë në mënyrë të çrregut, në mënyrë që të mos imitohet lëvizja e dorës dhe kodi të mund të replikohet. Shumë bukur. Kjo është se si duket Digital ID-a në telefonin e gjithë secilit, ka dy butona të cilat janë shumë të rëndësishëm, me njërin bëhet skan kur ne duam të autentifikohemi diku dhe me butonin tjetër ne gjenerojmë një QR kod në momentin që dikush kërkon të verifikojë identitetin tonë. Pra, nëse do të jep një skenar hyrja në një stadium për një ndeshje futbolli, nëse unë shtyp butonin në të djathtë, formohet një QR kod me këtë. Fjala vjen roja atje, e skanon dhe verifikon dalin të dhënat e mia. Qartë, okay. Një nga elementet më të rëndësishëm gjithashtu të këtij projekti është se identiteti digital nuk do të kufizohet vetëm në sektorin publik. Ai do të përdoret edhe në sektorin privat. Dhe prandaj demonstrimi nuk përfundon vetëm se si do duket Digital ID-a jon, por ne do të kalojmë në një hap të radhës ku do të kalojmë në një hap konkret se si ne mund të blejmë një produkt online. Kjo është një faqe e Vodafone, po. Kjo është një faqe e Vodafone, ku ne mund të zgjedhim një nga produktet. Pra do të blejmë, fjala vjen, një SIM këtë në të djathtë. Mund ta shtypësh zgjedh? Patjetër, zgjedhim këtë produkt. Kërkon tani midis Android dhe iOS, do të zgjedhim iOS sepse unë po përdor një iPhone për këtë rast. Që shtypim iOS-in në këtë faqe. Atëherë, kemi të gjeneruar një QR kod, me të cilin nëpërmjet të Digital ID-s tonë do të mund ta skanojmë dhe të autentifikohemi. Unë pajtohem. Dhe thot se autentifikimi u krye me sukses. Dërgo do të shohim këtu se gjithë të dhënat e mia personale janë ngarkuar automatikisht në faqen e Vodafone dhe janë të sakta. Dhe ne mund ndjekim tani radhën. Pra, shikojmë se çdo të dhënë që ne kemi te Digital ID janë plotësuar në mënyrë automatike. Ajo që na duhet vetëm është një adresë emaili. Për të kaluar te hapi radhës, I cili është si çdo proces tjetër ku ne duhet të plotësojmë të dhënat bankare për të përfunduar shitjen. Dhe
në pak minuta kemi bler një produkt I cili aktualisht ne duhet të shkojmë në dyqan fizikisht për të bërë të gjithë këtë proces. Shkëlqyeshëm. Kërkoj ndjes për foton e para ca kohëve, udin atje. Por arriti të më identifikonte në mënyrë korrekte pra. Dhe kaq duhet e tani idea jote është gjithmonë me ty në celularin tënd, siç tham parë mund ta përdorësh kudo që t'jesh në çdo institucion. Ky është vetëm një rast përdorimi I Digital ID-s ton. Çfarë është shumë e rëndësishme është se si në rastin e telekomunikacionit mund të shtrihet përdorimi në çdo sektor tjetër. Pra një 18 vjeçar mund të hap një llogari bankare në vetëm pak sekonda, një biznes mund të marrë në bankë. Patjetër, vetëm në pak sekonda në komoditetin e shtëpisë së vet apo ku do ndodhet. Gjithashtu një biznes mund të marrë shërbime publike me vetëm një klikim dhe çfarë është shumë e rëndësishme është se ne mund të garantojmë mbrojtje shtesë për fëmijët nga rreziqet e botës online. Këto janë ato që ne donim të tregonim me demo funksionale sot për ta bërë më konkrete si teknologji, sepse kjo është forca e vërtetë e digitalizimit, jo vetë teknologjia për hatër teknologjisë, por ndryshimi rezultativ që ajo sjell në jetën tonë të përditshme. Dhe prandaj unë jam shumë e lumtur të përmend se ky rrugtim do ishte I pamundur pa partnerët tanë ndërkombëtar. Gjithashtu, në emër të Identitek dua të falenderoj përzemërsisht kryeministrin për vizionin dhe mbështetjen e vazhdueshme, ministrin e punëve të brendshme për bashkëpunimin dhe të gjithë ju për besimin se së bashku po ndërtojmë Shqipërinë e së ardhmes. Shumë falenderoj. Freskita Halila I zonja Zotrin, administratore e Identitek. Po digitalizimi nuk është thjesht teknologji, është mënyra se si shteti afrohet me qytetarin. Dhe ne kemi dëgjuar se ai ka kryefjalën të vetën digitalizimin e proceseve të vendit tonë, e për të na treguar më shumë mbi angazhimin dhe ambicien e qeverisë shqiptare lidhur me të ardhmen digjitale të Shqipërisë, do të them edhe të sotmen. Kam kënaqësinë që të mirëpres këtu zotin kryeministër Edi Rama. Përshëndetje të gjithëve, ky është një tjetër moment I shumë pritur edhe I mirë pritur, sepse prej disa kohësh tani më ne jemi angazhuar me shumë dëshirë, por edhe me ambicie si gjithmonë për të krijuar identitetin digjital, I cili është baza e një kapërcimi tjetër të madh dhe një projektimi në të ardhmen fal teknologjisë. Dhe faktikisht në dijenin time çfarë po demonstrohet sot do të jetë në dispozicion të publikut, në dispozicion të raportit mes qytetarit dhe shtetit dhe në dispozicion të ekonomisë sonë në fillim të vitit të ardhshëm. Në ndërkohë që Bashkimi Evropian po ashtu po përgatitet për identitetin digjital dhe objektivi I shpallur I Bashkimit Evropian është që në vitin 2027 qytetarët e BE-s të mund të pajisen me identitetin e tyre digjital. Ne do të jemi një vit më parë dhe e theksoj këtë jo për të nënkuptuar apo për të afirmuar ndonjë përparësi tonën, po për të rikujtuar edhe një herë se përparësia që teknologjia I jep çdo vendi që e përqafon atë dhe që I drejtohet asaj për të kapërcyer pengesa që nganjëherë janë edhe historike, është një përparësi e jashtëzakonshme që personalisht unë e quaj një bekim I kësaj kohe. Sepse përmes teknologjisë digjitale dhe sfundmi fal inteligjencës artificiale, vendet mund të imagjinojnë të kapërcejnë epoka që përndryshe do t'i kishin të pamundura për t'u kapërcyer me shpejtësinë e
progresit linear i cili parendi epokën e teknologjisë. Dhe prandaj ne besojmë shumë tek fuqia e inovacionit, prandaj i jemi përkushtuar inovacionit, duke u bërë faktikisht një vend lider në rajon për sa i përket shërbimeve publike përmes inovacionit dhe duke krijuar një bazë solide për të imagjinuar transformime në çdo sektor, fal inovacionit dhe tani më edhe fal inteligjencës artificiale. Ne tani jemi të angazhuar në një punë të përditshme për krijimin e një akseleratori shumë të fuqishëm që do të mbështes ministren ton të krijuar nga inteligjenca artificiale, një akselerator që do të penetrojë të gjithë sektorët dhe që do të vërë në dispozicion të qeverisë zgjidhje dhe opsione për çdo sektor ku ne kemi nevojë të kapërcejmë pengesat vjetra apo ku kemi nevojë të bëjmë hapa shumë më të mëdha se deri më sot. Dhe pa dashur t'ju marko duke i prekur sektorët një nga një, dua të përqendrohem tek ky moment i sotëm, tek identiteti digital, i cili është një instrument i domosdoshëm për të realizuar planin ton të kalimit nga paraja kesh në transaksionet digjitale. Dhe kjo do të thotë shumë më tepër siguri për konsumatorët, kjo do të thotë shumë më tepër transparencë për biznesin, dhe kjo do të thotë shumë më tepër të ardhura nga ajo pjesë që i takon konsumatorit dhe që në një mas të madhe mbetet jashtë duarve të tij për shkak të informalitetit dhe për shkak të trukeve të ndryshme që do të reduktohen maksimalisht dhe mos do të azësohen plotësisht fal transaksioneve digjitale, që është tatimi mbi vlerën e shtuar. Nga ana tjetër, ne besojmë shumë që përmes teknologjisë dhe inteligjencës artificiale do të mund të krijojmë kushte dhe premisa tërësisht të reja për shërbimin shëndetësor, për mundësinë e kujtdo për të pasur një vëzhgim dhe një trajtim cilësor pavarësisht gjeografisë në të cilën ndodhet, pa diskutim për sistemin ton arsimor, po punojmë po ashtu për të digitalizuar sistemin ton të transporteve dhe me radhë, sepse thash nuk dua të ndalem në të tëra. Po për ta mbyllur, duke qenë se këtu protagonisti i ditës është Ministria e Brendshme, dua të theksoj që po ecim me hapa të shpejt lidhur me fillimin e zbatimit të projektit të madh të Smart City, projekti i cili do të na ndihmojë të digitalizojmë përmes kamera inteligjente të gjithë sistemin e monitorimit të trafikut në qytetet tona, duke filluar nga Tirana, do të na ndihmojë të kemi një pamje shumë më mbështetëse për sa i përket mbledhjes së dhënave në raport me lishmërinë, me rendin publik, me luftën kundër kriminalitetit
dhe nga ana tjetër do të na ndihmojë po ashtu që të kemi një pamje koreale të ecurisë jetës përditshme në shkolla, ku fal këtij programi, fal këtij projekti, do të rritet në mënyrë eksponenciale siguria dhe do të rritet në mënyrë eksponenciale edhe mundësia e prindërve për të ndjekur të gjithë vijën e sjelljes së fëmijëve në shkollë, jo thjesht në aspektin e momenteve kritike, por në tërësinë e vet, gjë që do të ndikojë jashtëmase në frekuentimin e shkollës, gjë që do të ndikojë jashtëmase në uljen e fenomenit shqetësues të bullizmit dhe patjetër do të ndikojë jashtëmase edhe në aspektin e angazhimit të vetë mësuesve. Besoj shumë që me këto projekte dhe me programin e identitetit digital, i cili është shumë më kompleks se sa duket në këtë paraqitje kuptim plot që na u bë, ne do të jemi në gjendje që ta çojmë Shqipërinë 2030 në një nivel krejt tjetër nga ky i sotmi dhe do të jemi në gjendje që ta fuqizojmë në mënyrë gati të paimaginueshme qytetarin, që t'ja lehtësojmë në mënyrë të paimaginueshme sot jetën e tij të përditshme dhe t'i bëjmë të mundura me shumë më pak konsum kohe, energjie dhe me shumë më pak stres, ndër veprime që përndryshe kanë nevojë për më tepër energji, kanë nevojë për më tepër kohë dhe që sjellin me vete edhe stresin përkatës. Duhet falenderoj ekipin e Identitekut, drejtuesen e Identitekut, duhet falenderoj edhe të gjithë partnerët e Identitekut që janë këtu sot të pranishëm, edhe prania e tyre do me thënë se është shenjë inkurajuese partneriteti po edhe respekti për këtë institucion të ri, i cili po provon dita ditës se si një kompani publike mund t'i zërë vendin një kompanie private, e cila deri dje bënte shërbimin e publikut me karta identiteti dhe t'ja zërë vendin duke qenë më e lirë në çmim, më eficiente në cilësinë e shërbimit dhe mbi të gjitha shumë më inovative në shërbim të publikut edhe në shërbim të nesërmes të vendit. Kështu që të gjitha ata që janë këtu të pranishëm nga ekipi i Identitekut, dua t'i përshëndes posaçërisë dhe përmes tyre dhe gjithë pjesën tjetër që nuk është këtu e pranishme. Duhet t'ju them që ne kemi një besim të madh tek potenciali i kësaj kompanie dhe kemi një ambicie të madhe për këtë kompani, ashtu si kundër edhe për një kompani tjetër që sapo e kemi krijuar në bashkëpunim me partner shumë diligjent ndërkombëtar, kompaninë publike Alp 3, që do të na ndihmojë të bëjmë gjurmëshmërinë në kohë reale të gjitha produkteve, të rrisim në mënyrë të paimagjinueshme deri më sot kontrollin dhe sigurinë e produkteve, të ulim në mënyrë shumë domethënëse edhe në këtë aspekt informalitetin dhe të gjitha ato pasoja që ky i fundit sjell në cilësinë e jetës, por edhe në vetë shëndetin e njerëzve. Kështu që me këto dy kompani publike jemi
vërtet shumë besimplot se do të sjellim ndryshime domethënëse në shoqërinë tonë dhe do të modernizojmë në mënyrë domethënëse mënyrën e funksionimit të kësaj shoqërie. Shumë faleminderit gjithë edhe një herë. Shumë faleminderit, zoti kryeministër.